Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit Kosovës, Avni Dehari, njoftoi për ndërprerjen e seancës. Shkak sipas tij është se nuk ka shumicë për vazhdimin e saj. Avni Dehari, zgjedhur si drejtuesi i përkohshëm i seancës për shkak të moshës, njoftoi se detyrohet të ndërpresë seancën dhe me letër t'i kërkoi presidentes se si t'i veprojnë në të ardhmen. Drejtuesi i seancës Kuvendit, Avni Dehari, njoftoi se me 52 vota pro nuk u miratua raporti i Komisionit Përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë votuar kundër raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve, ndërsa deputetët e vetëvendosjes dhe 3 deputetë të nismës votuan pro. Kryetari i Komisionit Përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve, Artana Brashi, tha se në bazë të raportit rekomandohet Kuvendit të vazhdojë seanca. Komisioni konstatoi se në legjislaturën e 9 janë 120 deputet nga partitë politike të koalicioneve. Vetëvendosja ka 48 deputet, PDK 24, LDK 20, Lista Serbe 9 deputet, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 8 deputet. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e deputetëve. Në seancë janë gjithsej 119 deputet, mungon vetëm një, apeloi Artana Brashi. Opozita argumentoi votën kundër raportit Komisionit Përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Deputeti i LDK-s, Armen Zemaj, tha se raporti nuk përmbante dhënat e sakta të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe se dokumentacioni i nevojshëm nuk është përndar në kohë. Kemi kërkuar më shumë transparencë dhe dokumentacion shtesë për fshirë një letër të dorëzuar nga kryeministri në dorëheqje. Kjo letër do të duhet të ishte bërë publike qytetarëve, KQZ-s dhe presidencës ditën e shpalljes së rezultateve përpara certifikimit të zgjedhjeve. Ne nuk besojmë se kryeministri, i cili tashmë ka dhënë dorëheqje, nuk do të shkelësërish kushtetutën, deklaroi deputeti i LDK-s Armen Zemaj. Partia Demokratike e Kosovës argumentoi votën kundër raportit të komisionit me pretendimin se është në shkelje të kushtetues. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se raporti është antikushtetues dhe për këtë arsye PDK nuk ka mundur ta mbështesë atë. Aktualisht kryeministri Kurti dhe të gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet po tentojnë të mbajnë njëkohësisht dhe pozita ekzekutive dhe legjislative që ndalohet nga Kushtetuta e Republikës Kosovës. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifikuar rezultatet, po sot nuk munden me dhënë betimin. Zoti Kurti let jap dorëheqje. Është shumë e thjeshtë. Ka me shkruar një letër me thonë jap dorëheqje prezitës kryeministrit, bashkë me ministrat që ata duhet me dhënë dorëheqje dhe mundet më ardh pastaj me u betu si deputet. Por Kushtetuta e Kosovës para zgjedh thash dhe ligji i qeverisë që vetë kanë shkruar, nuk është ligj fare i mirë. Po si shumë ligje të tjera që janë të mira që kanë shkruar këta, thotë që s'mundet kryeministri të bëhet deputet. Paramenoni situatën. Sepse ju i dini këto punë, besoj, me pas dhënë betimin sot. Edhe kryeministër, edhe deputet, është jo kushtetuese. Gjatë seancës konstituive të Kuvendit Kosovës, Albin Kurti dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Përmes një letre drejtuar sekretariatit të Kuvendit, shefi i qeverisë në Prishtinë deklaroi se nga 23 marsi, kur përfundoi mandati plot 4 vjeçar i qeverisë son, qeveria është në detyrë dorëheqje. Në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi me deklaratën që kam dhënë dhe është pranuar në KQZ në datë 27 mars 2025, si me qëndrimin tim politik të po asaj dite, efektivisht jam i dorëhequr bashkë me kabinetin qeveritar, thuhet në njoftimin zyrtar të kryeministrit Kosovës. Ndër të tjera, në të shkruhet se shkak për dorëheqjen është betimi si deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës të legjislaturës së 9. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.